Gjirokastrës turistike i shtohen potencialet çdo ditë. Vlera e shtuar së fundmi është tuneli ndërtuar në fund të viteve 70 nga udhëheqja komuniste e kohës. Megjithëse flitej mes gjirokastritëve për një vendstrehim të nëndeshëm të shtabit për mbrojtjen e Gjirokastrës, të paktë ishin ata që kishin mundur ta shikonin. Rreth një javë më parë ajo u bë i vizitueshëm për çdo, kjo falë ndërhyrje mjaft të vogël në ndriçimin e brendshëm dhe dëshirës së madhe për të shtuar objektet e vizitueshme në qytetin e UNESCO-s. Në ditën e parë të hapjes në kuadër të Traku Fest, ky tunel i ndërtuar për ndonjë sulm bërthamor eventualisht të mundshëm nga armiqt, por që në fakt nuk ndodhi kurrë, mori një vëmendje të shtuar dhe nga vetë banorët e qytetit të Gurt. Interesi është shumë i madh. Ne fakti kemi testuar interesin e turistëve të huaj dhe shohim që hapja e këtij tuneli, shpresojmë të jetë e vazhdueshme dhe e qëndrueshme, do të sjellë të ardhura jo vetëm për të punësuar dikë, por ndoshta gradualisht edhe për të filluar për të bërë punime brenda tunelit, qoftë punime restauruese, qoftë punime për ngritjen e një muzeu. Ajo që ishte e re në ditën e sotme ishte një interesi shumë i madh i brezit të ri. Unë bëra disa ture brenda në tunel dhe pash që të rinjt ishin vërtet shumë të interesuar. Për fat të keq kishte ca gjirokastrit të rinj, gjirokastrit nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë që të ekzistonte ky tunel. Kështu që kjo hapje është vërtet e rëndësishme që të vazhdojë dhe të mbetet dhe unë jam shumë i sigurt që qoftë që një muzej i tillë i kushtuar luftës ftohtë, izolimit komunist Shqipërisë, është shumë me vlerë qoftë për turistët për të mësuar diçka për të kaluar në komuniste të Shqipërisë, qoftë edhe për brezin e ri për të kuptuar si funksiononin gjërat në komunizëm, cili ishte mentaliteti mizotrues e kështu me radhë. Tuneli ndërtuar 80 metra nën kalane e famshme të Gjirokastrës dhe me një thellësi prej 80 metra në brendësi të Kodrinës, të ftonte të riktheheshin në kohë për të përjetuar ndjesi që ndoshta ishin harruar. Ky tunel u ndërtua në fund të viteve 70, kur udhëheqja e kohës kishte prishur marrëdhëniet me një sërmiq që nga Jugosllavia, Rusia deri te Kina e Largët. Tuneli ndodhej në atë kohë pas ndërtesës së Komitetit të Partisë dhe me një galeri të gjatë nëse 300 metrash, lidhej me ndërtesën e Komitetit Ekzekutiv. Ky ndërtim u mendua kështu, pasi udhëheqja lokale e partisë të grumbullohej në këtë tunel, pa pasur nevojë që të ekspozoheshin në sipërfaqe dhe prej aty do prodhonin skemat por edhe vendimet për të shpëtuar qytetin. Hyrja e tunelit është e frikshme, ndërsa prerja tërthore të fton në një rrugë që të shumë kush gjallte frikë dhe kurreshtje. Sipas specialistëve, tuneli ka një sipërfaqe rreth 2130 metra katrorësh, ndërsa brenda saj prerja tërthore ka krijuar 57 dhoma të veçanta, të cilat ndaheshin qartazi nga njëra tjetra. Këto 3 dyert janë ndërtuar për të mbrojtur nga goditjet bërthamore, të cilat si shihen janë mjaft të sofistikuara dhe mjaft të forta për të përballuar goditje mjaft të rënda. Prerja e tunelit tërthore lejonte edhe një mbrojtje më të mirë, pasi në rast sulmi krijonte vendkalime të ngushta dhe dyert që mbylleshin hermetikisht nuk lejonin depërtimin e goditjes. Brenda këtij tuneli gjen gjithçka: dhoma mbledhjesh, dhoma për gjeneratorin, ujin e pishëm, tualete, dushe dhe sipas projektuesve, rezervat ushqimore që ishin gjendje në atë kohë mund të përballonin qëndrimin brenda këtij tuneli për disa javë. Kjo sallë ka qenë salla e mbledhjeve, ku merreshin vendimet më të rëndësishme për organizimin e shtabit dhe vijimin e punës në rast mbrojtjeje. Brenda këtij tuneli, kjo është depo e ujit. Pjesa sipërore, ku mban një pjesë shumë të madhe ujë dhe ndërmjet këtij tubi ajo furnizon komplet këto tunele. Kjo është dhoma e kryetarit të Komitetit për Gjirokastrën. Kjo është dhoma më e madhe, e cila presupozohet se këtu do të merren edhe vendimet më të rëndësishme. Kjo është dhoma e sekretarit, ku brenda saj ndodhen disa rëndi të vjetra të kohës, ku një ndërtor është dhe kjo kasafortë e cila presupozon të mbante dokumentat mjaft të rëndësishme për kohën. Brenda kësaj dhome ndodhet ajo që quhet dhoma e aspirimit. Këtu janë ato pajisje të cilat për kohën ka qenë mjaft të sofistikuar, bënin komplet pastrimin e arit për jetesën në këto bunker. Tuneli ka 4 dalje, të cilat edhe sot janë ekzistuese. Njëra prej tyre të nxjerr disa qendra metra poshtë tunelit dhe ajo është menduar në rast braktisje të tunelit
ndërsa 3 daljet e tjera ishin të kamufluara. Megjithëse ishte kulmi i luftës së ftohtë nga udhëheqja e kohës, propagandoi se sulmi nga armiqt mund të vinte nga çasti në çast. Ndaj dhe stërvitjet ushtarake ishin të shpeshta brenda këtyre tuneleve, ndërsa në të njëjtën kohë u krijuan të tilla strehime në disa rretha të Shqipërisë. Të rinj shfaqen interes për këtë vepër, e cila sipas specialistëve ka vlerën sot të 80 milionë eurove, ndërsa Sadi Petrela, drejtuesi i Fondacionit Gjirokastra, deklaron se ardhmja e këtij tuneli mund të ishte një muze i luftës së ftohtë, edhe për të njohur brezin e ri me të shkuarën, por edhe për nostalgjikët. Ka ardhur koha, ndjeshmëritë jam i ndërgjegjshëm që janë ndjeshmëri tek njerëzit, qoftë një krah, qoftë tjetër, po është një mundësi shumë e mirë që ta tregosh historinë pa mbajtur anë në mënyrë fare të paanshme, dhe secili nga vizitorët mund të marrë përshtypjen që do. Nga ana tjetër, mos harrojmë që ndërgjegjësimi për asetet potenciale turistike dhe për rivitalizimin e tyre gradualisht po vjen në Shqipëri. Unë besoj që është momenti i dur dhe shpresoj që shumë shpejt Gjirokastra do ta ketë si vlerë të shtuar këtë që të përfaqësojë të kaluarën komunizmit të Shqipërisë, përveç asaj që përfaqëson për sa i përket arkitekturës dhe trashëgimisë kulturore të periudhës mesjetës. Ndoshta pas kaq vitesh ka ardhur koha që e kaluara komuniste të vihet në shërbim të shqiptarëve për të sjellë të ardhura, ruajtur trashëgimin dhe ngjallur interes me vepra të panjohura që çdo kush do tonte të kishte në qytetin dhe vendin e tij.